në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure. Një ngjarje tronditi Monzën, ku si pasojë një konflikti për motive të dobta, 2 persona mbeten të vrarë. Konkretisht, Arjanit Kurti 23 vjeç dhe Flori Paluçi 33 vjeç. Kurti ishte ulur në tavolinë me Daniel Papen, 21 vjeç, i cili kishte kërkuar kamarierit të përgatiste një kafe, por kjo nuk u bë e mundur pasi ekspresi ishte i fikur. Pas kësaj, personi që ishte ulur me kamarierin, 33 vjeçari Flori Paluçi, ndërhyi në debat dhe mori armën duke qelluar ndaj Arjanit Kurtit dhe duke e lënë të vdekur në vend. Me pas Daniel Pepa, shoku i Kurtit, ka reaguar duke vrarë me armë zjarri 33 vjeçarin Paluçi.